Ka dhimbje që njeriu mëson t'i fsheh aq mirë, sa bota fillon të besoj se ai është mirë. Ti buzëqesh, flet normalisht, ecën mes njerëzve sikur asgjë nuk po ndodh, por brenda teje ka një luftë që askush nuk e sheh. Net kur me zi merr frym nga pesha që mban në zemër. Momente kur doje vetëm që dikush të kuptonte sa shumë po vuaje, por askush nuk e pa. Askush përveç Zotit. Sepse ndërsa bota shikonte fytyrën tënde, ai po shikonte shpirtin tënd. Dhe ka një arsye pse ende nuk je rrëzuar plotësisht, sepse edhe në heshtje, ai ishte aty, duke të mbajtur. Ka njerëz që vuajnë në heshtje aq gjatë, sa bëhen ekspert në fshehjen e dhimbjes. Dhe ndoshta edhe ti u bëre një prej tyre. Mësove të buzëqeshësh, edhe kur zemra po të copëtohej. Të thuash jam mirë, edhe kur netët po të shkatëronin nga brenda. Sepse kishe frikë se askush nuk do të kuptonte. Ose ndoshta ishe lodhur duke shpjeguar një dhimbje që nuk shpjegohej dot me fjalë. Dhe kështu fillove ta mbaje gjithçka brenda vetes. Por ka një moment kur shpirti lodhet nga pesha që mban vetëm. Një moment kur zemra fillon të bërtas në heshtje. Dhe edhe pse njerëzit pan vetëm buzëqeshjen tënde, Zoti pa lodhjen që fshihej pas syve të tu. Ai pa lotët që nuk I lejoje të binin para të tjerve. Ai pa ankthin që mbaje fshehur në errësirën e natës. Sepse Zoti nuk mashtron nga pamja. Ai sheh atë që askush tjetër nuk arrin ta shohë. Njerëzit pan versionin tënd gjatë ditës, por nuk pan netet e tua. Nuk pan momentet kur mbyllje derën dhe më në fund maska binte. Net kur heshtja bëhej aq e rënd, sa dukej sikur muret dëgjonin dhimbjen tënde. Momente kur shtriheshe pa gjumë, duke menduar për gjithçka që po të thyente nga brenda. Dhe ndoshta kishte net kur qave pa zë, sepse nuk doje që askush të dëgjonte. Ka lodhje që nuk vjen nga trupi. Vjen nga zemra, nga mendja, nga pesha e gjërave që I mban vetëm. Dhe pikërisht në ato net, kur askush nuk ishte pranë, Zoti ishte aty. Ai pa duart e tua që dridheshin nga ankthi. Ai dëgjoi frymëmarrjen tënde të rënduar. Ai pa momentet ku ndiheshe aq I lodhur sa nuk dije më si të vazhdoje. Dhe edhe pse bota flinte pa ditur asgjë, qielli po të shikonte në heshtje. Ka një pikë ku njeriu lodhet aq shumë, sa nuk lufton më si më parë. Jo sepse nuk dëshiron të vazhdoj, por sepse zemra nuk ka më forcë. Ti vazhdoje të ecje, të punoje, të flisje me njerëzit, por brenda teje, diçka po shuhej ngadalë. Shpresa filloi të bëhej më e vogël, qetësia u zhduk, dhe mendimet e errta filluan të bëheshin më të forta gjatë natës. Ndoshta kishte momente kur ndiheshe bosh, sikur askush nuk do ta kuptonte kurrë lodhjen që mbaje në shpirt. Dhe pikërisht atëherë, kur mendove se po thyheshe plotësisht, Zoti po të shikonte më afër se kurrë. Sepse ka momente kur njeriu nuk arrin më të mbajë veten, dhe është dora e Zotit ajo që e mban pa e kuptuar. Ti mund të mos e kishe ngjerë praninë e tij, por fakti që ende je këtu sot është prova që nuk e qenë vetëm. Ndoshta ka pasur momente kur u lute dhe nuk more përgjigje. Momente kur priste një shenjë, një ndryshim, një derë që të hapej, por gjithçka mbeti në heshtje. Dhe zemra jote filloi të mendonte: ndoshta Zoti nuk po më dëgjon më. Por heshtja e Zotit nuk do të thotë mungesë. Sepse ka raste kur ai punon në heshtje, ndërsa ti mendon se asgjë nuk po ndodh. Ashtu si rrënjët e një peme rriten nën tokë pa u parë, edhe shpirti yt po forcohej në errësirë. Ti shihje vetëm dhimbjen, por Zoti shihte njeriun që po formoheshe përmes saj. Ka plagë që të dobësojnë, por ka edhe plagë që të zgjojnë. Dhe ndoshta në ato momente kur mendove se qielli ishte I mbyllur, ai po të mbante më fort se kurrë. Sepse Zoti nuk largohet kur ti vuan. Ai afrohet në heshtje. Ka dhimbje që nuk shpjegohen dot. Edhe sikur të përpiqeshe t'ua tregoje njerëzve, ata nuk do ta ndjenin peshën që mbante zemra jote. Sepse disa plagë
nuk janë fizike. Ato janë plagë të shpirtit. Plagë që krijohen nga zhgënjimet, tradhtit, humbjet dhe vetmia. Dhe më e vështira është se bota pret që ti të vazhdosh normalisht, të buzëqeshësh, të ecësh përpara, të sillesh sikur nuk po shembesh nga brenda. Por Zoti pa gjithçka që njerëzit nuk pan. Ai pa momentet kur u mbylle vetëm për të qarë. Ai pa lodhjen që fshihej pas heshtjes tënde. Ai pa sa herë mendove të hiqe dorë, por vazhdove përsëri. Sepse ndonjëherë forca më e madhe nuk është të mos rrëzohesh, është të vazhdosh të ecësh, ndërsa je i thyer. Dhe Zoti e pa atë forcë tek ti, edhe kur ti vet nuk e shihje më. Shërimi nuk fillon gjithmonë me një mrekulli të madhe. Ndonjëherë fillon me një frymëmarrje më të lehtë, me një natë ku qan pak më pak, me një moment të vogël që të sije mes kaosit. Dhe ndoshta ti nuk e kuptove me njëherë, por Zoti kishte filluar të punonte brenda teje. Ngadalë, në heshtje. Ai nuk po shëronte vetëm dhimbjen tënde, por i ndërtonte shpirtin tënd, sepse kishte pjesë brenda teje që ishin lodhur për shumë kohë, pjesë që kishin nevojë për dritë përsëri. Dhe pa e kuptuar, fillove të ndryshosh. Jo jashtë, por brenda. Mendimet filluan të qetësoheshin. Frika nuk ishte më të njëjtën forcë mbi ty. Dhe zemra jote, që dikur ndiheje mbytur nga pesha e jetës, filloi të ndjente pak shpresë përsëri. Sepse kur Zoti shëron një shpirt, ai nuk e bën me zhurmë, ai e bën me paqe. Pas gjithë asaj që kalove, ka një të vërtet që duhet ta dëgjosh sot. Ti nuk u harrove kurrë. Edhe në ditët kur askush nuk të telefonoi. Edhe në netët kur qave vetëm. Edhe kur mendove se jeta jote nuk kishte më kuptim. Zoti vazhdonte të shikonte. Sepse vlera jote nuk përcaktohet nga mënyra si të trajtuan njerëzit, as nga sa shumë herë je rrëzuar. Për Zotin, ti nuk ishe një shpirt i humbur. Ti ishe një zemër e lodhur që kishte nevojë për dritë. Dhe ndoshta arsyeja pse ende ke forcë të vazhdosh, është sepse ai nuk lejoi që errësira të gëlltiste plotësisht. Ka një arsye pse ende ndjen diçka kur dëgjon për Zotin. Pse zemra jote ende preket nga këto fjalë. Sepse lidhja nuk u këput kurrë. Ai ishte aty gjatë gjithë kohës, duke të parë në heshtje. Tani, ndoshta po fillon ta kuptosh se nuk ishte rastësi që mbijetove gjithë ato net të errta. Nuk ishte rastësi që ende je duke luftuar, sepse kishte një prani që nuk të la të rrëzoheshe plotësisht. Edhe kur njerëzit nuk e pan dhimbjen tënde, Zoti e pa. Edhe kur askush nuk dëgjoi britmën tënde të heshtur, ai e dëgjoi. Dhe edhe kur ti mendove se ishe vetëm, ai ishte ulur pranë shpirtit tënd të lodhur. Ka momente në jetë kur njeriu nuk shpëtohet nga forca e vet, por nga mëshira e Zotit. Dhe ndoshta sot, për herë të parë pas shumë kohe, zemra jote po ndjen pak paqe. Jo sepse të gjitha plagët janë shtukur, por sepse më në fund e kuptove këtë të vërtet. Ti nuk ke ecur vetëm, asnjëherë. Zoti ishte aty gjatë gjithë kohës, duke të parë në heshtje.